Ju ndihmon të pasuroni gjuhën, leximi ju ndihmon të kuptoni shumë mirë botën, leximi ju ndihmon të kuptoni ngjarje, leximi ju ndihmon të kuptoni personazhe, të pasuroni fjalorin tuaj në përditshmëri shumë radhë. Por sot leximi është i vetmi akt i cili na ndihmon që ne të mos merremi me botën nga rrjetet sociale, por të kthehemi te vetja. Është një akt personal aq i dobishëm, gjithmonë në qoftë se nuk e kemi këtë me vete, nëse televizori nuk është atë, a na e ndryshon dot libri jetën tonë? Se cilët janë ato libra që ju kanë bërë përshtypje? Krimit dhe Ndërshkimi dhe Vëllezërit Karamazov janë dy të preferuarit e mi. Por edhe autor tjetër më pëlqen shumë Aleksandr Dumas, e kisha lexuar para ca vitesh dhe më kishte bërë shumë përshtypje dhe më pëlqen shumë historitë e tij. Kondi Monte Cristo ishte vërtet libër shumë i bukur dhe mbretëronës. Conversations with Friends. Ai më ka pëlqyer shumë. Më kanë pëlqyer shumë librat e Tolstoit, Ana Karenina, Dostojevski, Krim dhe Ndëshkim, por gjithashtu në Klub Pasdore dhe romancat e Daniel Steele. Librat që më kanë bërë më shumë përshtypje kanë qenë Metamorfoza, Mitologjia greke dhe Krim dhe Ndëshkim nga Dostojevski. Libër që më ka bërë shumë përshtypje dhe e kemi trajtuar edhe në shkollë ka qenë Metamorfoza, siç tha edhe Dea. Dostojevski dhe pikërisht libri Netët e Bardhaj dhe më ka lënë impakt dhe ndonjëherë gjej vete të mendoj për tematikat e librit dhe gjithashtu Zonja Bovary. Nga librat që më kanë bërë më shumë përshtypje janë Ana Karenina dhe Netët e Bardha, White Nights nga Fyodor Dostojevski. Më pëlqen shumë të lexoj libra, si anglisht edhe shqip. Më së shumti më pëlqen edhe klasikët, por edhe fantazi. Më pëlqen shumë të lexoj Dostojevskin, por edhe kemi bërë edhe në shkollë, edhe Hadutën e librave, që është libër shumë i bukur dhe më ka pëlqyer shumë. Dhe më pëlqen shumë të lexoj në kohën time të lirë, shumë bukur. Heme, mua më pëlqen të lexoj që kur kam qenë e vogël, kam lexuar libra figurative dhe Unë jam Gloria, nxënëse e klasës së 10. Për mua dy librat që më kanë pëlqyer më shumë ka qenë Hadutja e librave dhe Meri Ylli. Për mendimin tim të dyja kanë një histori shumë të veçantë dhe kanë lënë shumë ndikim te unë.